Sa ma i thjesht që je ma mirë kalon. Do me thonë, unë e ha në gjellëtore me 50 punëtor të krahut, unë e unë që të edhe ha, sa ha me këtë goj, e sa foli, e qka bëj, do me thonë, t'i shakon edhe me në madhë, i kishin vra. Bashkë du me ditë sa keni të fështirë me qenë ftyra publike, me dalë rahat, me shku ku dëni, ku fizohni në shta ma shumë, se nuk e keni në shta lirin të njerës të... Edhe këta e vendosë. Që keni vendosë se cili për vete? Unë për shembull kur kam dalë për Bigut, u koni hajp më fal Robert Stalash. Hyç më stani. Po kur kam dalë për Bigut, domethënë u koni impakt shumë i madh që jep Bigu sot edhe ka dhënë edhe të nishit edhe të dyshit të treshit vazhdon me dhënë se njerëz të afeksionohen edhe lidhen përmes një karakteri si të qoftë dogzi, si të qoftë pjemi, si të qoftë ai tjetri. Edhe masnej ti vendos çka po do të bëj. Nëse ty të pengojnë çto sane ti nuk del vëlla. Çfarë ke bëj shembull të në atë? Unë kam dalë, unë dal halo. Ai një dal vende nuk ka lidhje, unë dal gjithë. Unë dal me ble buk vëlla. Unë dal në market shkoj vet. Unë dal në papuçe. Unë du me dal se mua shumë intereson edhe nuk dua as me konën çat momentin që po kishon por unë abdikuj se e tha Robert Shumir, na nuk jem VIP. Unë s'jam VIP vëlla. Po merr vesh. Unë bëj një punë të mirëfill, të bëj një punë mirë, e vlerësoj veten. Jeni djem, dilim papuçe për neve femrave nuk është shumë. Jo, aty që është shumë dallimi gjinor këto. Një farë mënyrë interesant derisa njerëz të mësohen pak me ty. Për shembull thonë njerëz valla po heke s'un po dal se s'un po dal. Del vëlla 5 ditë rand 10-6 kanë me të lënë në restoran se nuk jem o çaj që e heko vëlla. Masnej ti vlerësohesh për shembull unë luftoj edhe du vazhdoj me u vlerësu jo për wow dogzi Bigut ose dogzi ajo ose dogzi ky vëlla. Ky djalë bën muzikë të mirë, çon muzikë mirë. Unë kam shef njerëzit më ardhën në najat mia. Unë nuk kam shef për shembull nuk kam luftuar, nuk jetoj për njerëzit me pa në rrugë edhe me thonë wow dogzi se nuk kam dosht. Dikush që don me voçi ta e bën edhe këta. Do të thonë është lehtë, mas Bigut vetë thjesht nuk ekspozohesh shumë edhe me si interesant për njerëzit. Në momentin që ekspozohesh. Çfarë ke bën çat kohën me Angelin mas Bigut? Se këtë kanë dashur me ditë apo vazhdojmë bashkë qysh janë ku janë. Ju ka foto, ka keni dal, ku keni nejt. Nuk për shembull Angel është tapet e ka sensin e televizionit më shumë se ka punuar edhe vetë në televizion edhe sensin e gazetarisë edhe krejt po unë për shembull jam punë shumë i thjeshtë, kam dalë prapë një jetë, kam dalë me Angel në restorane, kam dalë me komec, kam dalë te liçeni në Tiranë, kam dalë. Deti një konë 24 orë në kamera tash me problem. Okej, po. Sa ma i thjesht që je ma mirë kalon. Do me thonë unë e ha në gjellëtore me 50 punëtor të krahut, unë e unë që të edhe ha, edhe bëj foto me ta dhe folje e çka thjeshtësia eme se unë sa ha me këtë goj e sa foli e çka bëj, do me thonë ti shakon edhe me në madhë, kishin vra, kishin shkel me kërë. Po që këtë që jam për toke, edhe qka menoj e thëmë edhe 5 pare si japë. A ka në sen që ku fizohesh? Heq kur, jo në papuqe. Po, do me thonë, kur farë komplekse nuk kam, heq kur. Ki problem këtë pjesën e gazetare, për shambull? Pjesën e gazetarit? Me të përcjell, me kam po denjë. E tash du me ta përmen një sen, jo one. Jo, ka raste. Qëre, do me thonë, kur preket, edhe kur i vjen rënë që aja punë, Paul Newman, ish buri, jo Paul Newmani, po buri i Madonës, cili ka qenë Paul Newmani, po më duket. Jo Paul Newmani. Cili është një stash një aktor, që stash një ka dhonë. Do me thonë, o re me paparazzi. Edhe stash ka dhonë një deklarat, do me thonë, ku ti shoh. Jemi kujdes me qunë Robert, bra. Unë e lëshoj emisionin, një që në 5 pare si japë. Do me thonë, ku ti shoh, i sakatoj. Miliarder njeri. E na që jena full kreditane për banka, me probleme telefare, me një dëru juve. Me telefar shkrime. Po që kjo është qaj që vjen me famën. Apo këpëtën? Që kjo është qaj që vjen me famën.